Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që fillimisht të përshëndes të gjithëve që jeni prezent këtu dhe keni gjetur kohë për të vizituar Likovën. Ju mysafir të nderuar dhe juve Likovas, ju falenderojmë shumë për respektin dhe pjesëmarrjen tuaj, pasi po e begatoni edhe më shumë këtë ditë të madhe për ne. Të dashur veprimtar të çështjes kombëtare, luftëtar të UÇK-s, i nderuar kryetar i bashkësisë lokale, zotri Shaban Veseli, shumë të nderuar profesor Shefki Selami dhe zotri Idris Sinani, i nderuar veprimtar dhe deputet i zonës, profesor Sadullah Duraku, të nderuar funksionar të tjerë dhe të dashur të pranishëm. Plisi është i shqiptarëve, kudo që flitet e këndohet shqip, kudo që festohet shqip. Prandaj, me shumë kënaqësi, sot do të kemi një program të pasur me fjalime, poezi dhe këngë. Fillimisht, më lejoni që të ftoj para jush kryetarin e bashkësisë lokale të fshatit Likov, Nikoqirin dhe organizatorin zotri Shaban Veseli për të marrë fjalën. Të nderuar të pranishmi, i nderuari kryetari i komunës së Likovës, i nderuari profesor doktor Shefki Selami, i nderuari Idris Sinani, të dashur bashkëtar, miq dhe mysafir. Në emrin tim personal dhe në emër të bashkisë lokale të fshatit Likov, ju përshëndes të gjithëve përzemërisht dhe ju uroj mirëseardhje në këtë ditë të veçantë, ditën e Plisit, këtu në Likovën tonë të dashur. Posaçërisht, mysafirët që i kemi sot prezent nga Shqipëria dhe Kosova. Para se të vazhdoj me programin, ju ftoj që të gjithëve të qëndrojmë në 1 minutë të heshtje për nderim të gjithë dëshmorëve që kanë dhënë jetën për lirinë dhe armërinë tonë. Lavdi. Përshëndes invalidët e luftës dhe veteranët e luftës. Përshëndes diasporën e Likovës. Të nderuar të pranishëm, Likova jonë ka një histori të lavdishme, të mbushur me sakrifica dhe krenari dhe me dashuri të madhe për atë. Brez pas brezi, banorët e këtij fshati kanë qenë gjithmonë të lidhur fort me tokën, me traditat dhe me vlerat shqiptare. Nëpër vite, Likova ka qenë vatër e dhe dashurisë, vend ku janë rritur dhe formuar njerëz të devotshëm, të gjithë kanë qenë të gatshëm të japin gjithçka për lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Dita e Plisit është simboli i identitetit ton, i krenarisë dhe pastërtisë shqiptare. Plisi ka qenë dhe mbetet një shenjë dalluese e shqiptarëve të vërtet, e atij që e do vendin
që ruan gjakun dhe traditat e pastër shqiptare. Edhe sot, Likova është e njohur për adhetarët të saj, për njerëzit që duan Shqipërinë dhe që kanë gjak të pastër shqiptar. Në këtë ditë të shënuar të kujtojmë me respekt të kaluarën tonë. Ndërrojmë të gjitha ata që kontribuan për Likovën dhe kombin tonë dhe të punojmë së bashku për të ardhmen dhe më të mirë. Në fund dua t'i falenderoj të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje dhe për kontributin tuaj në këtë ngjarje të rëndësishme. Ju uroj nga zemra të gjithëve, kaloni një ditë të mbarë, të këndshme dhe të paharruar këtu në Likovën tonë të bukur. Faleminderit. Faleminderit zotri kryetar. Ftojmë para jush kryesuesin e komunës së Likovës, doktor Zekiria Shahini. Të nderuar të pranishëm, të nderuara familjet e dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të ushtrisë shërimtare kombëtare, të nderuar ju vëllezër nga gjithë troja shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe gjithandej nga jeni. Ndjehemi privilegjuar të marr fjalën këtu para jush. Spore falenderoj kryetarin e bashkisë lokale të fshatit Likov, zotëri Shaban Veselin për ftesën që na i bëri. Më lejoni që në emrin tim personal, në emrin të Këshillit të Komunës së Likovës dhe të kryetarit të saj Erkan Arifi, që dëshiroj mirëseardhje në komunën tonë dhe njëherë që falenderoj nga zemra që zgjodhet Likovën dhe fshatrat e Karadakut për të promovuar vlerat e Plisit ose Qeleshit, siç e themi. Plisi ka qenë, është dhe do të jetë një identifikim për gjithë trojet shqiptare. Jam i nderuar që si fëmijë, domethënë akoma më ka ngel në kokë Plisi që identifikonte shqiptarët dhe burrat e mëdhej, siç ishin Azem, Galica, Shote Galica, Shaban Jashari, Zahir Pajaziti e shumë të tjerë. Andaj, ju uroj nga zemra për këtë ditë të madhe të gjithë shoqatat që kanë marrë pjesë në organizimin e kësaj dite dhe njëherë faleminderit nga zemra që zgjedhën Likovën, Karadakun për të shënuar këtë ditë të madhe. Faleminderit. Më lejoni që para jush të ftoj ish ushtarin e UÇK-s, profesor Elmi Ademin, që të flasë para jush në lidhje me epokën e ndritshme të asaj kohe ku djemt dhe vajzat tona kanë dhënë kontributin e tyre për këtë tokë e këtë vend. Së pari ju përshëndes të gjithë për pjesëmarrjen që keni zgjedhur komunën tonë për ta tregu historinë e Plisit, i cili ka jashtëzakonisht histori të vjetër. Po nuk të ndalem atë për shpjegimin e saj, por do të tregoj shkurtimisht për organizimin e mbrojtjes gjatë vitit 2001. Në një 4-5 fjali, nuk do të zgjatem shumë, mos që marr kohë, se ka shumë shka të flitet, po ma shkurt do t'i bi. Organizimi i luftës në vitin 2001 ka filluar ma herët se koha që ka dalë në shesh. Para vitin 2000 ka fillu organizimin, ndërsa në vitin 2001 kemi pru armatimin e parë. Me 20 janar kemi pru armatimin e parë, pastaj me 11 mars kemi formu shtabin e zonës, këto në rajonin e Likovës. Antarët shtabit kanë qenë 7 apo 8, tash nuk po më kujtohet, duhet mi kujtu emrat. Komandanti ati shtabit kanë qenë i zgjedhur unë edhe kemi filluar organizimin e luftës. Lufta pa të fillu në Tanush, pastaj u bashku bashkë me ta, edhe kur u bashku bashkë me ta, komandant brigadës e zgjedhëm Fadil Nimani. Fadil Nimani bashkë me shtabin e brigadës, në të cilën kanë qenë pjesëmarrëse edhe unë antar i shtabit, kemi riorganizu të gjitha njësit për mbrojtje, edhe filloi lufta me 3 maj. Lufta ka fillu së pari në shatrin Slupçal. Sulmet kanë qenë të tashme me granatimet të lloj-llojshme që kanë granatu ma shumë shtëpit se sa ushtarë të UÇK-s.
edhe ka mjaft fëmijë që të cilët kanë ra në prag të asaj ati bombardimi që ka qenë i pamëshirshëm. Pastaj, kur nuk mundon me hinë Supçan, na e vazhdum luftën e sulmum Mateqin, se Mateqin akon nën kontrollat e tyre. Për 9 ditë luftë e kemi marrë Mateqin, të cilën luftë e kam u heq unë me batalionin e 3. Atina kanë ra 18 dëshmorë dërsa kemi marrë Mateqin. Atje lufta ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë, është luftu shtëpi për shtëpi, mur për muri, dhomë për dhome është luftu. Edhe u kry, u morë Mateqi, pastaj filloj koha e me thonë armë pushim, as luft, ato pa të tërheq, garantojshin në njëherë ata, në njëherë ne, po kështu mbaroj lufta edhe u kriju armë pushimi në marrëveshje, edhe me kaq bori fund lufta, edhe pastaj u bo marrëveshja Ohrit, të cilën elde edhe sot e kësaj dite nuk e ka zbatu qeveria Maqedone, po munduan çdo mënyrë me i ikë zbatimit plot saj, dërsa të shkon ajo, ata e din vetëm u heqja jonë politike. Ma shumë nuk po du me ju folë, se ka merë kohë shumë, prandaj vetëm ju përshëndes të gjithë pjesëmarrësive këto që jeni, po me një porosi që tirujmë vlerat kombëtare, se vlerat kombëtare janë vetë shpirti i jonë. Përshëndes të gjithë. Faleminderit Zotri Elmi. Tani le të vazhdojmë me programin. Më lejoni të ftoj para jush anëtarët e shkollës fillore komunale Dituria me kryesues Florim Zulfiu që do të paraqiten atë që kanë përgatitur. Inshallah edhe në vitet tjera vazhdon derisa të kenë shqiptar të festohet kjo ditë. Ne kemi zgjedhur për ju enkas ditika do t'i luajmë tash me epopejën e Karadakut. E kam titulluar Emri me autorin poetin e Karadakut Mësin Ismail Ganiu, le të ngritën kom ta shikni si kush është, për ndeta misafirë. Kërkoj ndjes Mësin Ismail, po ashtu është. Do të kje ka bë atë këngë, ne do ta performojmë para juve instrumentale dhe këngën e ditë nuk për titulloj se është këngë legjendare për komandantin legjendar mora fjalë Ademir Shari.
Tani le të ftojmë profesorin Ismail Ganiu për të recituar një poezi. Lisit Bardhi kam këshur shumë poezi, por vetëm një shkurt po e lexoja që të mos marr shumë kohë. Lisi i Bardhë s'deshi të rrinë vitrin, se dora e përgjakur deshi të mbrin. A i iku dhe u vendos në kokë, të trimit të shqipes që askush mos të rokë. Shkëlqeu i pastër si simbol lirie, mbi kokët e trimeve si që ka hije. Ata vazhduan të mbajnë me krenari çdo plis i bardh paraqet një histori. Plisi do të ruhet mbi kokat krenare dhe do të ketë vlerë për qeshen kombëtare. Ai dallon me ngjyrën e bardhë, jo rastisht të mban çdo shqiptar. Formën e tij si flamur mbi kokë, i bardh si bora s'ka askund shok. Si shenjë burërie duhet mbajtur lart, sepse ai jep mesazh të qartë. Faleminderit. Tani ta japim fjalën kryetarit të shoqatës Pellazgët, profesor doktor Shefki Selami. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, sot kam nderin dhe privilegjin të jem para jush. Dhe njëherit jam i lumtur që sot shoh para meje një persona të gjitha profileve, por mos ma zeni shumë për të madhe nëse harroj dikon pa e përshëndet. Si organizator, mbarë kombëtar i ditës së plisit, sidomos në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dëshiroj që të përshëndes duke filluar nga kryetari i komunës së Likovës, kryetari i bashkisë lokale të Likovës, ushtarët të gjithë Tiranët apo martirët e kësaj zone, deputetin Sedulla, dhe ne nuk mundim t'i lamë pas pa u informuar se kush sot është këtu. Por, para se të nisim me përshëndetjet, nuk duhet të ndalem shumë, por dëshiroj të përmendi si ka ardhë deri te organizimi i kësaj feste. Shoqata për shkencë dhe kulturë Pellazgët me qendrën Tetov gjithnjë organizonte orë poetike, për urime të librave shkencore, hulumtimeve dhe mirë të pjesë në të gjitha organizimet e ditës së plisit që organizoheshin në Republikën e Kosovës, në Republikën e Shqipërisë, në Preshevë e djetjo. Kështu që në malin e Dajtit lindi ideja e organizimit të këtij manifestimi në formë të organizuar dhe institucionale. Kështu që në nënshkrimi u bën në Preshevë në mes të Agronisa Gjetijës, që e organizon rregullisht në Shqipëri, Ismet Krasniti Lales, organizatori i ditës plisit në Kosovë, dhe Xhemaledin Saliu në Preshevë, kurse unë për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mbi 10 vjet ka që organizojmë këtë festë. Shumë herë qëllimi kryesor i shtetit tonë që këtë plis një kohë nuk dilsh na jashtë si ishte turp më së mbajmë, kohën e fundit hinin harres. Dhe është shumë e kuptueshme se ata që i lam ne i marrën të tjerët. Ne jo vetëm që i lam veshet kombëtare, jo vetëm që i lam gjetjet arkeologjike, po i lam edhe trojet tona si duket. Ne është shumë normale të i marrën të tjerët. Kështu që arritën edhe lahutën e malësisë, që është i vetmi instrument i joni, të regjistrohet në UNESCO, kurse tentojnë tash ta marrën edhe plisin, edhe Çiftelin, se ne i lamë. Nuk është e lehtë për ne profesorët që jemi gjithë në këtë kohë të veshim veshje kombëtare në ditë të nxehta të korrikut apo të qershorit dhe të dalim të porurojmë vlerat tona kombëtare. Nuk është e lehtë për ne të dalim nga Maqedonia dhe të hinjmë. Imi 4 veta që ne nga 5-6 orë na ndalin në kufi. Mu Idris Sinanin, Jakub Rekën, edhe shumë të tjerë. Po neve na kanë halë në sy.
shumë ka të tjerë, tamam, pse një përmendni gjithë emrat. Nuk është e lehtë ajo, as të pushime se në shkojmë, as së mëvim, as orët nuk mundim t'i mbajmë në Universitetin e Preshevës, as kërkundi. Është një presion i madh shtetëror për punën kombëtare dhe dëshirojnë të na demoralizojnë që mos e bëjmë. Unë të them të drejtën në fillim, interesin e kishëm në Tetov ta organizojmë këtë festë vetëm në objektet kulturore historike i lire. Ata tentonin të na çojnë në Kalan e Selcës, që është një objekt sa ndërtuar në rënim. Ne mund ta quajmë një lapidar të luftës së Dimjenjishit, ama nuk mund ta quajmë objekt i lirë, që duan edhe atë ta marrin. Kështu që mezi arrita të organizoj disa herë në Kalan e Abdirahman Pashës në Tetov, por kushtet shumë të vështira ishin aty, rruga, ujë nuk kishte dhe u detyrova ta mbaj në Arabatin Babateti, edhe ajo si qendër botërore e bekteshizmit. Pastaj në emër të rregullimit të rrugëve, 4 urat e Gurit si simbole të Tetovës i shkatërruar ka mbet vetëm një. I thunë Qelebekut, por ajo është ma ura e Klisit ose e Mehmet Pash Derallës. Edhe ne aty e organizojmë. Çfarë është qëllimi kryesor i joni? Pas gjithin organizimeve dhe për krajve të tillë shokëve të ngushtë, kombëtarë që i kanë me vete, arritëm herën e ditë falë profesor Verdat Kolonjës të organizojmë në Strugë. Dhe preja ditë a bën festë tradicionale në Strugë, festa e Plisit të Bardh ose festa e Plisit apo Psulës Pellaske. Pastaj këtij aktivitetit të madh kombëtar u bashkangjit edhe njeriu i Evropës, të cilët e njihni edhe ju, i nderori zotëri Idris Sinani. Dhe mbasi ti mbaroj të emra, dëshiroj të vinë të mbas meje. Edhe organizimi në Kumanov ishte një hap shumë i rëndësishëm, se mund të thëmë mbas 40 vjetëve ata s'kishin pa si veshje kombëtare që kemi ne sot. Edhe ju duk se shkelën Kumanovën, u ban dhe diçka, do t'va tregoja Idrisi mandej se si arritëm ne t'i porullim ata që na duan shumë. Pastaj, me shokët e mi, vendosëm edhe Dibra në Tashkim Valle, se në asnjë luftë nuk është hek Dibra e madhe. Kështu që e gjetëm të nderorin ambasador të paqes Miqel Duka nga Dibra, që kemi edhe sot. Dhe falti, kjo fest fillon çdo vjet të organizohet edhe në Dibër të Madhe. Pra, Dibër, Strugë, Kumanov, kështu që së fundmi, inshallah ma nuk është e fundit, erdhëm në Likov me kretarin e bashkisë, se më duket fjalë më e përshtatshme me bashkisë, se sa bashkësi, bashkisë e Likovës, dhe më vjen mirë që me shokët e vetë që kishte e pranoj të jetë një ndër organizatorët e pleqnarëve Plisbardh për Likov. Dhe e përshëndes përzemërsisht për këtë aktivitet. Unë sot këtu nuk përfaqësoj vetëm shoqatën për shkencë dhe kulturë Pellazgët, por përfaqësoj 36 organizata të cilët udhëhiqen nga profesor të nderuar. Dhe ato, bashkë me ata, kemi krijuar Kuvendin e Pleqnarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne nuk përfaqësojmë fise, por përfaqësojmë shoqata, organizata kombëtare, lidhje atletare e me radhë. Sot tu janë prezent kryetari i GFM-s, doktor profesor Recep Emrllau, kryetari i nderit të IGFM-s ose Forumit për drejtat dhe lirit ndërkombëtare të njeriut për Ballkan, zoti Idris Sinani,
kryetari i lidhjes advetare i Liria për Maqedoni, Aziz Jakupi, kryetari i kuvendit të parë kombëtar shqiptar në Republikën e Maqedonisë me qendrën e Tetov dhe i vetme regjistruar legjitime, se ka edhe 8 të tjera që si janë të regjistruara, dhe kryetari i saj është Murat Ismaili. Gjithashtu, këtu kemi edhe kryetarin e shoqatës të popullsisë së fshatit Vic, Noriman Jasharin, përfaqëson një katull në çdo organizim. Dhe unë sot i ftoj këto organizatorët janë pas meje, zotin Miqeduka, Verdat Kolonja, Idris Sinani dhe zotin Shaban Veseli. Këto momentalisht janë edhe organizatorët ose bashk organizatorët për këto qytete në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë nuk dëshiroj të marrem ne shumë kohë këtu, por ne vetëm dëshirojmë që të bëjmë punë në të ardhmen. Dhe Kiplis të shkoj në UNESCO. Gjithashtu, këtë festë që shihni ju, nuk është partijake, nuk është qeveritare, nuk është fitimprurse, por kjo është nuk është as e Tetovës, as e Maqedonisë, as e Kosovës, as e Shqipërisë, as e Dibrës, as e Strugës, as e Likovës, por festa mbarë kombëtare e shqiptarëve, dhe këtë duhet ta festojmë të gjithë së bashku. Më vjen keq të them, për krahjen e kemi zero, se 10 vjet. Dhe të gjithë e bëjnë me fondet vetanake, personale. A thoni ditë do të vetëdijsohen përfaqësuesit e popullit, të cilët marrin rroga të majme dhe u interesojnë vetëm tenderat e veta. Dhe as pak, as një projekt, as një herë të ditës plisit nuk e përkrahin. A thu do të vetëdijsohen të organizojnë në të ardhmen edhe kryetarët e komunave të cilët nuk vinë edhe një fjalë të thunë, për herë janë zonë. Edhe një herë u bëj apel, se kjo fest nuk është partijake, kjo fest nuk është imja, kjo fest nuk është e Tetovës, edhe të gjithve. Dhe këtë duhet të përkrahin të gjithë. Nuk është e thënë me të holla, se bëhen në shumë, por spaku një fjalë nderit vjen të thotë këtu. Ne kuptojmë, një herë dy mund të mungojë, ama jo çdo herë. Çdo herë mungon Tetov, çdo herë mungon Strug, çdo herë mungon në Likov, çdo herë në Kumanov, çdo herë në Dibër, po nuk është e rregullt. Spaku, ndonjëherë duhet të kemi përkrahje institucionale. Sot kemi nga Shqipëria, ku e përfaqëson si Burnesh, është edhe Miranda Troçi Derti, një autore e mirë e veprave, poezive. E kemi edhe dy poetët më të mëdhenj të Republikës së Kosovës që na kanë nderuar sot dhe mund të thomë rregullisht vinë në këto manifestime. Nuk mund ta lëm në Hisen Këqikun, që unë duhet vetë të thotë të arriturat e veta, punoj në Ministrinë e Kosovës, kryetari i shkrimtarëve, e Meraf, dhe zotin Zimer Haliti. Pastaj, sot jam më informoj edhe miku im, kemi edhe nga Greqia kemi misafirët, apo se ma shkurt nga adheu jonë, nga Çamaria, ambasadorët e paqes që na kanë ardhur sot vetëm e vetëm për këtë festë. E dim se këtë festë është organizuar më përpara në forma të ndryshme, në për lokale të sidomos partijake, kanë vu plisat vetëm për të marrë votat. Por sot jo. Atë nuk duhet ta bëjmë ashtu. Nuk është e partive kjo. Kjo është e të gjithëve. Dhe kjo do të bëhet në formë institucionale, ashtu si ka nisë, dhe kështu ne bashkë me këto shokët e mi, do të mundona ta mbajmë gjallë festën e plisit, si festë tradicionale. Ju faleminderit shumë. Gjithë kanë dy fjalë, mund t'i përshëndetin më së. Përshëndetje të gjithëve, ndihem shumë i lumtur dhe krenar, sidomos
sa u futëm në zonën e Karadakut, para syve të mi vijnë ato video inqizimet, ato bombardimet e zjarta dhe krenaria e luftëtarëve të lirisë u qëndronte ballë lart. Ndaj jam shumë krenar që sot jam në Likovë dhe organizatorëve ju falenderoj shumë për prezencën dhe ftesën që ma bën të mundur që unë të jem sot këtu midis jush. 2 fjalë do t'i them për Plisit. Shefki, të lutem Plisin. Gjatë rrugtimit tim që kam bërë disa lexime, studime për Plisin, kam marrë në përfundim që Plisi shqiptar është veza kozmike. Është Big Bangu në momentin që ai plas dhe në qovë se mirë një vezën e zjeni, do të dali Plisi gjysmë sferiku në gegëri dhe pak i preri në toskëri. Jemi këtu ndër të parët që kur jeta filloi në tokë, plisat shqiptar ranë mbi kokë. Ju përshëndes të gjithëve, unë i Adi Bremave dhe sot që ka një ditë me të vërtet ditë shumë e bukur për Likovën dhe uroj shëndet që gjithë mund të festojmë bashkë. Fjala përshëndetëse për Idris Sinan. Faleminderit. Të nderuar vëllezër dhe motra nga të gjithë troja shqiptare, shumë i respektuar Likovas, i nderuari doktor Shefki Selami, i nderuari zoti Shaban Veseli i Mikpritës, të nderuar ambasador të paqes. Ju përshëndes dhe ju falenderoj që sot kemi ardhur në Likovën Dardane, Likovën e flamur të lartë me gjak të dëshmorëve të kombit, Likovën e Plisit të bardhë të gjeneratave të shkruar historinë. Sot kemi nderin që bashkë me shoqatën për shkencë dhe kulturë, Pelazgët, Veselinët e to, e drejtuar nga adhetari doktor Shefki Selami, këtu në Likovë, të manifestojmë për ditën e Plisit të bardhë, simbolin e shenjtë të kombit të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, në dhe diasporë. Komuna e Likovës është vend i dytë në troje shqiptare që e ka marrë titullin e lartë të nderit, vend i paqes. Pas komunës së Istogut, të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova. Prandaj, është nder i veçantë për të gjithë ne dhe veçanërisht për rajonin e Karadakut të Likovës së Kumanovës, por edhe për marrë shqiptarët që sot po festojnë ditën e Plisit në Likovë si vend i paqes botërore. Të nderuar miq, Plisi është kapela autoktone që i ka përcjell shqiptarët që nga kohët e Pallazëve Ilire e gjeri ditën e tona. Plisi, apo siç njihet, një popull dhe emrat e tjerë, Qeleshe, Kësul, Qilap, është quajtur kështu varësisht prej gjeneratave shqiptare. Së bashku me gjuhën dhe traditët tona, Plisi është simbol i identitetit kombëtar shqiptar, të cilin shqiptarët e kanë ruajtur me xhelozi e kënaqësi këtë simbol. Plisi i bardhë e dëshmon më së miri për ardhen tonë të lashtë më se 5.000 veçare në këto treva. Për atë, Plisi për ne shqiptarët ka rëndësi të veçantë pas paraqitet identitetin tonë kombëtar dhe autoktonin tonë në këto troje ku jetojmë dhe veprojmë. Plisi është nga ato simbolet e rara që dallon shqiptarin nga kombët e tjera të këtij vendi. Sot kur brezi i ri shqiptarëve të shpërndar Arnikën Bosës, ne bëjmë krenar me arritjen të tyre në ekonomi, në sport, në shkencë e kulturë. E shohim të asheshme se shpejt vëshjetjen tonë të plot për këtë arritje. Është më tepër kur çdo gëzim i tyre e manifeston me Plisin e bardhë dhe flamurin kuq e zi. Në fund, duhet të apeloj të gjithë shqiptarët kudo që janë, dhe për trojet tona
dhe në diasporë. Partitë politike shqiptare, klubet e veprimtar të bashkohemi fort rreth flamurit kuq të Skënderbeut. Që mos ndalemi deri në frymën e fundit për realizimin e idealeve më të larta kombëtare. Rrohet bashkimi i gjithë kombëtar. Lavdit të shmorë të kombit. Ju faleminderit. Nxënësit abetare Abdi dhe Rinora Abdullah, të cilat janë anëtarë të shoqatës për shkencë dhe kulturë, Pellas nga Tetova, do të prezantohen vetë dhe të recitojnë një poezi. Atëherë, përshëndetje, unë jam Rinora Abdullah, pi nga qyteti i bukur i Tetovës, jam anëtare e shoqatës për shkencë dhe kulturë Pellazgët, njëkohësisht jam dhe nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë Nikola Shtej. Jam poete si dhe autore e librit Rruga e ëndrave. Poezia ime për sot titullohet Unë jam shqiptare. Plisi bardh mbi kokën time, flokët e arta si rezet në agime. Më thërasin shqiptare në çdo vend, se zëri im buron nga trualli i shenjtë. Nga i plis më njohi në botë, bie shqipes me zemër të fortë. Se mbaj për zbukurim mbi ballë, por si kujtim i gjakut që s'fal. Vajze tokës krenare gjithmonë, e rritur me dashuri dhe me qendres në zonë. Nëna Shqipëri krenaria ime, ti më dhe forcë, më dhe frymëzime. Trimneshat tona janë histori, Nora e Këlmendit, guxim pa kufi. Shote Galica flak në stuhi, gra që lanë gjurmë për liri. Unë jam zëri që kur s'harohet, jam shpirti që lufton e nuk dorzohet. Plisi bardh në kokën time, është shenjë nderi, bese dhe trime. Ju falenderit. Quhem Abetare Abdi, vi nga fshati Pallatic, jam nxënëse në shkollën Fanoli dhe aktualisht jam edhe njëkohësisht jam anëtare e shoqatës për shkencë dhe kulturë Pellazgët. Poezia ime për sot quhet Kësulli jam dhe do të mbetem. Prej kur erdhe dhe ku shkove, si në qiell dhe në tokë, të gjithë të patën dhe të haruan. Si perëndit, ashtu edhe trimat, të gjithë shkuan. Të mbajti Adami, Nuhu e Isai. Të mbajti Zeusi, Nefesi e Afërdita. U alan trimave të mëdhenj. Aleksandrit, Piros me Skënderben. Të gjithë këto pushtuan dhe. Kur të gjithë të respektonin, në krye të vendit mbaj shefronin, nga mbretër e perandor, Enej Dardani dhe Justiniani, Papa Kelmeti në Vatikan. Gjithë botën e sundonin, gjuhën e Ilirit e thonin. Faraoni me perëndin thot, Pellazgo Ilirët ishin zot. Ku shkoj ky nam që e kishim? Nuk e respektonin fisin. Nuk deshtën vëllan, prandaj edhe nandan. Tani, ju si të donje më thoni, kush plis që leshe e kapric, dikush kësull kapele ose qise, unë jam aj që jam, por ju qka më bët, më ndëruat form edhe ngjyrë, tani, se dinja jam i bardh apo e rësirë. Më turpëruat e më haruat, nga dheu gati se nuk më dëbuat. Por, ende ka dikush që më mendon, dhe me gjithë qenjen më mbron. Kam ledhur burat e dheut, nga nxënësi e akademiku. Këtu shiqojeni, se vjen vetëm miku. Nga i vogli dhe i madhi, me këtë kësull, do të mbrohet vatani. Ftojmë këngëtarin Hikmet Arifi për të kënduar këngën të cilën e ka përgatitur për ne sot.
Selmane more ju Vano mono na Oh hipone kul more pi Sketo si zona Mori ju kapetona Hej, merni vesh mori ka Zojoni mere Shojnë kullate sheremeti Hey, non kulla more Comrena Oh, Giulio Selmane more me shtat zemra Se më thonë mora Giulio Selmani Se lui komen prej istikone Ftojmë zotri Pajazitin për të hapur ekspozitën. Të nderuar të pranishëm, të nderuar motra dhe vëllezër, dashamirë të kulturës dhe trashëgimisë sonë kombëtare. Është një nder i veçantë që sot në zemrën e Likovës të hapim së bashku këtë ekspozitë kushtuar plisit shqiptar. Një simbol i lashtë që mbetet i gjallë dhe sot si flamur i identitetit tonë. Kjo ekspozitë nuk është thjesht një paraqitje e objekteve tradicionale, është një udhëtim në përkohë nga ilirët e lashtë të burrat e lidhjes së Prizrenit të gjithë shqiptarët që nuk e hoqën kur plisin nga koka, edhe në ditët më të vështira. Plisi i bardhë është simbol i pasërtisë, besës dhe krenarisë, është një pasaport që flet shqip, një trashëgimi që nuk ka nevojë për përkthim. Ai na mëson se nuk është veshje që e bën shqiptarinë, por shpirti që mbetet besnik ndaj rënjeve të veta. Në çdo sep të kësaj ekspozite, në çdo fotografi, kostum apo send të vjetër që shohim në pjesët e vetes sonë, shohim historinë që s'mund të fshihet, kulturën që s'mund të nëpërkëmbet dhe identitetin që s'mund të qetërsohet. Kjo ditë është një thirrje për të kujtuar kush jemi, për të ruajtur dhe çuar përpara trashëgimin tonë, jo si relik muzeale, por si pjesë e gjallë e jetës së përditshme. Le t'i mësojmë fëmijët tanë se plisi nuk është vetëm për fotografi, por për krenari. Le të kujtojmë se identiteti është pasuri, dhe kjo pasuri ron vetëm nëse ne e ruajmë me dashuri. Ju falenderit që jeni pjesë e kësaj ekspozite. Gëzuar ditën e plisit, roft kultura jonë, roft shqiptaria. Poetet e reja Zymer Halitis dhe Sabedin Veseli i ftojmë në skenë. Përshëndetje për të gjithë.
Përshëndetje Likovase në kryen e kryetarin e komunës. Përshëndetje për kryetarin e Heshotës për shkencë dhe kulturë, Pellazgët e të zotëri doktor Shefki Selomin. Unë vi nga Vitinja e Kosovës, jam Zuber Haliti, kryetari klubit jetlor Perna Art Viti, klub që në mesin e ti ka poet nga gjitha të shqiptare. Dhe unë sot kam marrë këtu me shumë respekt për të nderuar këtë ditë të madhe, për të nderuar prisin e bordë, dorse jam baptis harrua. Poezia ime quhet Rrugës së përbartur. Në për rrugën e përbartur kam ecur që të mësoja diçka për jetën e mirë. Kam dëshiruar malet për t'i prekur dhe jetën time një ditë ta kem të lirë. Faleminderit shumë. Asoj rrugë të përbartur kur udhtoja, shpesh herë dhe jam rrëzuar e ngritur, por kur s'jam lodhur, sepse doja një ditë të bukur si kjo për të pritur. Sado që në këtë jetë ka rrugë të ndryshme, e ne si udhëtar shtektojmë fusha e mole, të duash të bukur një jetë është e natyrshme, edhepse çdo njeri në blendin e tij ka halle. Por unë si shumë njerëz nuk u dorëzova, nga se ajo rrugë e përbartur ishte dheu im. Nga kur linda jetoj shqiptaqe dhe qëndrova gjithmonë krenar e i lumtur në adheun tim. Faleminderit. Ftojmë në skenë poeten Miranda Troci. Përshëndetje motra vëllezër të trojeve të mia. Vin nga Dibra në të maleve dhe uroj gëzuar këtë fest kombëtare, të cilën të gjithë e kanë zëli, dhe sot e asaj dite vazhdojnë maltretimet e bijve tanë dhe fjala shqipe akoma është e prangosur. Unë ju e rigëzuar dhe ju përshëndes me poezinë prej tetove deri te molla kuqe. O moj toka brore e lash sa vetjeta, kushta hel moj shtati në plagët e vjetra, motet shkojnë e vinë Shqipja jonë mojnuse prej sharjën korab deri te molla kuqe. Fatin tënde morën dora e barbarve, lëkurën të rjepën në dhëmbët e kusarve, për Tiranë e horra të banë shtrat të ngrotë, të pjekin mish të hellë për të huaj e Evropë. Shqipja jonë etnike, shtat e ashtë të djegur, përse molla kuqe mbahet pengë të shtekuj, ku janë shkatë Shqipes, Mitrovica e Qamëria, o toke gjatë kosër që kur sto është dhimbja. Shkau hedhvalle mbi troje tona, Dardania, Ilirida është e jona, Radika prej sheku ish derdh lot për mallimi, Dibrat janë të ndarë në dy, brenda jashtë kufirit. O vendi të parë, Shqipja jone kuqe, mblidhi copat bashk, të shohim nuse, ju thret prietari në gjok starbris, me mblidhje e bashk, trojet e Shqipëris. Ju uroj suksese gjithve. Muzikë instrumentale me motive veriu nga grupi folklorik Poti nga Isak Abdurrahmani.
Arsen Këqiku në skenë. Kam nderin që në emër të lidhjes shkrimtarëve të Kosovës, veçanërisht në emër të degës e lidhjes shkrimtarëve në Gjilan, t'ju përshëndes dhe t'u uroj këtë ditë të madhe të plisit tonë historik. Plisit i kam kushtuar shumë poezi, po kësaj here po u lexoj një tekst për një rapsodi ose për një këngë, tekst i cili u kushtohet 4 ftyrave shumë të njohura për organizimin e kësaj feste. Shefki Selame, Selver Bekteshi. Selver Bekteshi është njeriu i cili në vitin 1968 e ka ngrit flamurin kombëtar në Kumanov. Në atë kohë organizuan demonstratat e mëdha në tërë Kosovën dhe në Tetov, po në Kumanov nuk u organizuan demonstrat, por u vendos që të vendoset vetëm flamuri, të cilin e gjeti dikun në Kosovë, se atëri ishte problem për të gjetë flamuri, e solli në Shkup, për i Shkupit në kam notën e ka sjellë në llopat, dhe atë ditë të vitit 1968, flamuri ka valuar në tërë ditën. Nuk dërzohemi. Gur mbi gur bëhet mur. Mur mbi mur bëhet kull. Me njerëz thesar brenda, secili frymon legjenda. Jehon thirrjesh nga fryngjia, nga mazgalla e sogjetime, lis me lis e fis mbi fis, njerëz trima në kuk me plis. Sot në konakun e një burri, që si ndalet kur më durri, i Idris Sinani, i shpejt rrufe, nuk ka jetë, thot, pa atë dhej. Se kur ka nevoj vatani, me lëkët e burrave, Idris Sinani. Shpejt i ngjitet Shefki Selami në zjarë lufte zë vend vëtani. Në vend thirrjesh me trumpeta, Kumanov hejtun gjatë jeta, kështjil moti pas rebeshi, ndan pleqëri Selver Bekteshi. Nga muhovsi ky burri dheut, mori flamurin e Skënderbeut. Me do djem trima mbi trima, se si kapa do ta zvetima, në vitin e largët 68, si atëherë valon për jetë. Për ditë shumohemi, bëhemi tokë, me besa bes për këtë tokë. Xhemaledin Salihu nga Presheva, se larg zoni, unë ty të ndjeva, më falë që po më lëvis fryma. Të ndjeva zonin me gurgullima, të del nga zjarri me vetëtima, në shtiz flamuri veç për pjetë, nuk dërzohemi kur për jetë. Gur mbi gur bëhet mur, mur mbi mur bëhet kull, me njerëz të sarë brenda, se cili frymon legjenda. Ju faleminderit shumë. Të nderuar të pranishëm, çdo fillim ka edhe përfundimin e vet. Prandaj, më lejoni të ftoj para jush kryetarin e bashkësisë lokale, zotri Shaban Veselin, që bashkë me mua të bëjnë shpërndarjen e mirënjohjeve të përgatitura për ata që do të nderohen sot. Ftojmë për shpërndarjen e mirënjohjeve përfaqësuesit të shoqatës për shkencë dhe kulturë Pellaz nga Titova. Shëndetje zotëri Shefki Selami, mirë se erdhët në vendin tonë. Çka mund të na thosh për organizimin e ditës së sotit?
mirë si o djeta njëri dhe jam krenar që arritëm të organizojmë kësaj radhe përveç qyteteve tjera të Maqedonisë së Veriut, edhe në Likov festën apo manifestimin bardhëkombëtar të ditës së plisit të bardhë ose ne i themi kësulës pellazge. Dhe mendoj se pat një klimë të mirë, koha ishte mirë dhe shumë përfaqësues të vendor edhe nga Kosova, Shqipëria, Çamëria ka pas sot. Dhe kjo e ngre nivelin më të lartë të kualitetit të këtij organizimi. A do vazhdoni të bëni organizime të tilla në vazhdim? Është vështirë shumë, sepse gjithçka, si që përmenda edhe më parë, bëhet me mjete vetanake dhe shumë pak mbajtje nga shteti. Megjithatë, ne do të mundona derisa kemi frym këtë festë ta bëjmë festë tradicionale në gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Ne kemi filluar prej vitit 2017 në Kalanet e Tovës, në Rabatin Babateqe, domethënë deri më sot kemi nisë në komunën e Strugës, Kumanovës, Dibrës, tani edhe në Likov. A mendon se kjo është një frymëzim për të rinj që të ndjekin hapat kombëtare? Të them të drejtën, 100 vjet kjo festë, kjo plisi mbeti gati në harresë. Dhe iniciativa e jonë ishte që plisi dhe veshjet kombëtare të rikthehen përsëri te kombi jonë për arsye se çdo gjë që e lëm ne e marrin të tjerët. Mesazhi është ta duam kulturën tonë, veshjen tonë, traditën tonë dhe ta kultivojmë ato. Dhe njëkohësisht mesazhi kryesor është se si të arrihet plisi të regjistrohet aty ku e ka vendin në UNESCO. Zonja Miranda Troci, mirë se erdhe në Likov, mirë se erdhe në vendin tonë. Fillimisht na tregos si shkoi dita juaj këtu në organizimin e ditës së plisit. Atëherë mirë se u gjej vëllezër të trojeve të mia. Së pari ju uroj gëzuar këtë festë të madhe kombëtare që kemi ndërruar prej kohësh. Unë jam autore tekste këngësh, autore 7 librave, aktiviste çështjes kombëtare dhe jam mbartëse e dinj e plisit dhe veshjes kombëtare. Ju uroj gëzuar, faleminderit për ftesën, faleminderit për mikpritjen. Ishte një festë për masave kombëtare, sepse të organizosh një festë për trashëgiminë kombëtare në këto vise ku është mohuar gjithmonë fjala dhe gjuha antare është shumë e vështirë, ama sot e realizuam. Uroj që kjo festë të organizohet nëpër shkolla, në Brezin e Ri, sidomos të klasave të ulta, sepse ata e kanë edhe më dëshirë plisin. Kudo ku shohin nëpër festa fëmijët e vegjël dhe nxënësit të shkollave me plis në kokë. Dhe uroj gëzuar ta trashëgojmë ndër breza. Faleminderit për ftesën, faleminderit për intervistën. Përshëndetje zotri Miqa, fillimisht mirë se erdhe në vendin tonë dhe a mund të na i bësh një prezantim të shkurt? Po, unë vim nga Dibra e Madhe, jem kryetari i shoqërisë kulturë artistike Dibra e Madhe, jem miqëduka, si e thajmi. Sot me të vërtet ishte një kënaqësi që gjindum këtu në këtë vend, në Likov, dhe ishte fantastik, inshallah, gjithmonë që shto festojmë. Dita e kësulës në Dibranti, thami, dita e kësulës, po ishte fantastike. Ju uroj shëndet të gjithë Likovase, edhe Kumanovas, normal, dhe ju uroj shëndet dhe ju emisionit ju me të vërtet keni kontribu për këtë dytë. Zotri, a mundesh të na tregosh një mesazh drejt për drejt që ju drejtohesh të rinjve tanë për këtë ditë të plisit, por edhe për çdo ditë tjetër, për veshjet tona kombëtare dhe për çdo vlerë kombëtare që kemi? Po, është me të vërtet kënaqësi se gjithë ne kemi në Dibër, po për Dibrën, kemi të gjithë kanë i kësulje, thamin e Dibrançe, kësulje se plis, kemi të gjithë kanë i kësulje në shtëpi. Mirë po, për të mbajt nuk i mbajmë, që duhet të mbahet dhe kisha thonë për të rritë, është mirë ta mbajnë se kjo është simbol kombëtar. Domethënë baballat tonë kanë mbajtë kretë gjyshat tonë. Baba jem njerë, kër o bëhë dhëndër, si thëmi ne Dibranët, dhëndër, o bëhë dhëndër me kësull të bardhë. Dhe qështu domethënë duhet të gjithë ta mbajmë ka një, para është mirë që ta vejmë, ta mbajmë, jo se vetëm ta mbajmë vetëm vitrinë. Kjo ishte apeli.